Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në Mani Report. Unë jam Genta Dobra, siç mund ta shikoni edhe nga planet, sot jemi zhvendosur nga studio dhe jemi vendosur tashmë në sheshin Skënderbej, aty ku po zhvillohet edhe samiti i Komunitetit Evropian, një eveniment i rëndësishëm që ka kthyer Tiranën në kryeqendrën e Europës. Janë pritur 47 delegacione, ka përfunduar kështu edhe sesioni i parë plenar, po themi, ku kanë folur edhe liderët kryesor europian. Është vendosur fokusi tek siguria, tek Ukraina, tek paqja, po dhe tek bashkëpunimi, jo vetëm brenda Bashkimit Evropian dhe vendeve, por edhe për të përfshirë kështu edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht në rrafshin politik ka një vëmendje dhe një vëmendje të rëndësishme, por duhet parë kjo edhe një spektër tjetër në një moment që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë kështu dhe fondet e para nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes. 6 miliard euro kanë shkuar për vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria nga kjo paketë që përfundon në vitin 2027 do të marrë gati 1 miliard euro, më saktë 922 milion euro. Por për të folur më shumë për rëndësinë e samitit për te i rrafshit politik, do të lidhem me kolegun Bardi Sejdarasi në ABZ News për të diskutuar më gjërësisht në lidhje me këtë çështje. Bardi, të përshëndes. Përshëndetje Genta. Do doja të pyesja së pari se çfarë rëndësie ka ky samit i mbajtur sot në Tiranë, mbahet për herë të parë në një nga vendet Ballkanit Perëndimor. Si e shohim për te i rrafshit politik? Genta, ju po e ndiqni drejt për drejt bashkë me kolegët e tjerë gazetarë dhe me transmetimin non-stop edhe të ABZ Newsit për të gjithë ngjarjen e cila po ndodhet. Është një event i rëndësishëm, është një triumf i arritjeve që ka patur Shqipëria dhe qeveria shqiptare. Është një gjë që nuk i kishte ndodhur Shqipërisë në 34 gjysmë më shumë. Pra, të kesh një numër të liderësh të cilët vinë dhe flasin në Shqipëri për çështje të rëndësishme europiane dhe botërore, siç janë qoftë lufta Rusi-Ukrainë, qoftë pjesa që lidhet edhe me zgjerimin e Bashkimit Evropian, në cilën Shqipëria është pjesë, qoftë edhe ndryshimet apo nevojat ekonomike që ka i gjithë kontinenti evropian për zgjerim, për të siguruar pikërisht që shtetet të rëndësishme, të cilat kanë arritur që të plotësojnë ato norma dhe standarde që kërkon Bashkimi Evropian të bëhen pjesë e tij, është pikërisht një eveniment që duhet vlerësuar. Duhet vlerësuar së pari sepse ndodh 6 ditë mbas zgjedhjeve që në gjykimin tim ishin një referendum për qeverinë shqiptare dhe për partinë që fitoi ato zgjedhje, por dhe për shkakun e thjeshtë sepse janë më shumë se 1760 punonjës të administratës shtetërore të ndara në 40 grupe, të cilat janë vlerësuar jashtë masa, është grupi pra i negociatave apo bisedimeve të integrimit. Kjo është një arsye më shumë që duhet vlerësuar te ky samit i rëndësishëm, te kjo pritje madhështore që shqiptarët dhe Shqipëria dhe qeveria shqiptare ka bërë të gjithë liderëve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm të Bashkimit Evropian, tek mënyra se si është trajtuar deri më sot, deri në këtë moment, të paktën pjesa që lidhet me samitin, dhe deri tek ato cilësi që do të ketë apo ato arritje që do të ketë ky samit në përfundim të tij ditën e nesërme, mbadje sepse dita e nesërme do të jetë ditë e rëndësishme, sidomos për atë tematikë që pyetët ju për arritjet në fushën e ekonomisë dhe në fushën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po jo vetëm të Shqipërisë. Sigurisht sot u fol për tema të rëndësishme, për sigurinë, për Ukrainën, për paqen, për bashkëpunimin, po pale do të kenë edhe takime dypalshe për të vendosur ndoshta dhe për të nënshkruar disa marrëveshje, nga ajo që dim deri më tani mund të nënshkruan disa marrëveshje në shëndetësi, në punësimin e të rinjve apo edhe fusha të tjera në industrinë ushtarake. Sa të rëndësishme janë këto marrëveshje që pritet nënshkruan dhe po ashtu dhe roli Bashkimit Evropian për të çuar përpara projekte të tilla? Ju keni drejt Genta, sepse jo sot, po qysh dje ne patëm në nënshkrimin e disa marrëveshje të rëndësishme, një nga të cilat më rëndësishme në gjykimin tim është marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar, që lidhet sidomos ajo në fushën ushtarake, apo edhe marrëveshjet që do nënshkruhen sot, që kanë me të drejtë lidhje me atë që përmendet ju, veçanërisht me dinamikën komplekse të migrimit, të mobilitetit dhe veçanërisht të fuqizimit të rinjve. Kanë fjalën për Erasmus+, do ketë një shans shumë të mirë për të gjithë ata të rinj dhe të reja nga Shqipëria të cilët kërkojnë të studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Pikërisht ky projekt edhe kjo marrëveshje që do të nënshkruhet ju jap hapësira të pafundme, të pakufishme për të zhvilluar pikërisht njohuritë e tyre. Mjaft e rëndësishme do të jetë një tryezë e dytë që pritet të zhvillohet pikërisht në këtë samit që ka të bëjë me përmirësimin e konkurrencës dhe sigurisë ekonomike. Janë shumë shtete që kanë në fokus tashmë inovacionin, infrastrukturën digitale, qëndrueshmërinë energjetike dhe autonominë strategjike. Këto janë tema të cilat do të diskutohen në tryezat veçanta, tryezat të cilat do të realizohen gjatë ditës sotme dhe sidomos gjatë ditës së nesërme,
të cilat pastaj do të fokusohen në takime bilaterale, dy palqe, midis liderëve të kryeministit shqiptar, pra dhe liderëve të tjerë të ftuar, shteteve të ndryshme, të cilët do të nënshkruajnë sipas interesave që kanë dhe sipas bisedimeve që janë zhvilluar deri më sot. Pra, është një përmirësim i dukshëm dhe i ndjeshëm për sa i përket ecurisë ekonomike të qeverisë shqiptare, të Shqipërisë së përgjithësi, të ekonomisë shqiptare në tërësi, e cila nuk lidhet, sikur thash, vetëm me nënshkrimin e këtyre marrëveshje, por lidhet veçanërisht me angazhimin pothuajse total të të gjithë strukturave në qeverinë shqiptare për të plotësuar të gjitha ato standarde që kërkohen sidomos në procesin e integrimit evropian. Unë do të kem sot në darkë një emision që lidhet pra, më pikërisht themi me që ky samit shërben si një urë komunikimi për të krijuar dhe raportet ngushta, po themi mes Shqipërisë dhe palëve të tjera në rrafshin ekonomik, Po pa tjetër që krijon, madje ky i jep një vlerë shumë të shtuar qeverisë shqiptare në fushën e bisedimeve për negociatat, si ku ndëquhen, dhe ju e dini që nëse sot në Shqipëri nënshkruhen disa marrëveshje, shumë shpejt në 22 maj do të keni marrëveshje të rëndësishme që nënshkruhet në Bruksel midis qeverisë shqiptare dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për sa i përket grup kapitujve, atyre kapitujve të cilët e kanë vënë Shqipërinë në krye të agjendës së të gjitha shteteve që janë bërë anëtare të Bashkimit Evropian, sepse asnjë shtet nuk ka ndodhur që të ketë pikërisht një ecuri të tillë të negociatave. Siç u thash, kjo është pjesë e një administrate të vlerësuar deri më sot, një administratë që nuk është vlerësuar vetëm nga qeveria shqiptare, por është vlerësuar veçanërisht nga autoritetet europiane për shkak të mundësisë dhe mënyrës mbi bazën e të cilës arritën ato që të realizojnë të gjitha ato standarde që janë të detyrueshme dhe që duhen patjetër të jenë pjesë e negociatave apo e bisedimeve. Grup kapitujt në Shqipëri ka nesër më shumë se sa në çdo shtet tjetër dhe ne kemi një premtim tashmë me Bashkimin Evropian që 2027 do të jetë pjesë e përfundimit të negociatave, sikundër edhe gjatë këtij samiti, gjatë takimit të dieshëm, gjatë konferencave që u zhvilluan në kryeministri, kishim edhe një shans tjetër që ne të kishim mundësi që të realizonim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian mbase para vitit 2030, ashtu siç është premtimi i ershëm i dhënë edhe nga qeveria shqiptare. Bardhi, një nga sektorët që ka performuar më mirë le të themi në Shqipëri është ai sektor i turizmit, ai shërben këto evente për të zhvilluar më tej si një lloj marketingu që i bëhet vendit? Nuk do të vënë dyshim absolutisht kjo. Ju shikoni mënyrën se si janë pritur sot liderët. Shikoni cilësinë mbi të cilën është realizuar kjo pritje dhe kjo i bën nder Shqipërisë, i bën nder dhe qeverisë shqiptare. Shikoni qoftë edhe një video surprizuese të kryeministit që lidhet me inteligjencën artificiale, që tregon pikërisht për nivelin shumë të lartë të angazhimit që ka qeveria shqiptare për evente të tilla, për një ndikim të pafundëm që jep. Unë para se të vija në studio, pothuajse ndoqja një pjesë të mirë të mediave ndërkombëtare, të cilat sot kishin si lajm të parë pikërisht Shqipërinë. Është kjo arsye që jo vetëm që ndikon jashtëzakonisht shumë në të gjitha të imazh që është krijuar tashmë për Shqipërinë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe mëtej, po sidomos kjo ndikon në pjesën e turizmit. Janë shumë njerëz që janë kurioz në vendet e ndryshme të botës dhe mediat, siç e thash, mediat ndërkombëtare që ndodhen sot në Tiranë apo që ndodhen në vazhdimsi duke transmetuar pikërisht këto imazhe të Shqipërisë, këto investime të Shqipërisë edhe në fushën e turizmit sigurisht janë një vlerë e shtuar dhe ndikojnë jashtëzakonisht shumë për sa i përket pikërisht këtij elementi, ndryshimit të imazhit, rritjes së imazhit, rritjes së performancës. Kjo është shoqëruar gjithashtu dhe me investime të dukshme. Ju përmendët pak më përpara planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Po është e vërtet, janë më shumë se 922 milionë që janë pjesë tashmë edhe e investimeve që i vinë Shqipërisë nga Bashkimi Evropian. Të tjera do të jenë më të vlefshme në momentin që bëhemi antar. Të gjitha këto, përfshirë dhe investimet private, sidomos në fushën e turizmit, kanë bërë që të kemi këtë dukuri të jashtëzakonshme, dukurinë e rritjes në mënyrë të ndjeshme të udhëtarëve, jo vetëm në aeroportin e Rinasit, investimet e cilit kohët e fundit janë shumë impresionante, po pothuajse në gjitha pikat hyrëse të Republikës së Shqipërisë me shtetet rrotullnesh apo me shtetet europiane dhe më gjërë. Kjo do ta bëjë Shqipërinë në gjykimin tim që ne të arrijmë edhe brenda aktiviti dhe shifrat janë të tilla, treguesit janë të tillë, nëse nisemi nga tur operatorët, që do të kemi një numër shumë më të ndjeshëm dhe shumë të lartë të udhëtarëve që vizitojnë Shqipërinë. Për shkak të këtij angazhimit të qeverisë shqiptare, për shkak të këtyre investimeve, po sidomos për shkak të këtij imazhi që vjen edhe nga samiti i sotëm. Shumë shpejt do të jemi dëshmitar së bashku për të parë se fluksi i atyre që do të vizitojnë Shqipërinë, veçanërisht dhe fluksi i investimeve që priten në fushën e turizmit në Shqipëri, do ta bëjnë Shqipërinë një vend i cili do të disa rekorde sikundër ka ndodhur sot me rekordet e aeroportit të Rinasit, apo dhe me rekordet të tjera të cilat pastaj shfaqen edhe në të ardhurat që sigurohen në buxhetin e shtetit për shkak të prurjeve turistike.
Unë nuk dua të shkëpuz vëmendjen, në fakt, nga plani i rritjes, kemi marrë dhe parafinancimin e parë, po themi, tregon kjo edhe një lloj gatishmërie të bërit të projekteve gati për të përthithur këto fonde të anës së qeverisë shqiptare, po themi në këtë aspekt? Kjo është pjesa më rëndësishme dhe më e ndjeshme e të gjithë atij plani. Duhet të dini një gjë Genta, që plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, për irtës së vërtetës, e ka kërkuar një kryeminist dhe ky ka qenë kryeministri shqiptar. Ka qenë pikërisht nevoja për të përfituar nga fondet e Bashkimit Evropian. Ne kemi përmendur her pas here dhe se cilat ishin përfitimet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nga fondi përbashkët dhe se cili ishte përfitimi i Shqipërisë dhe veçanërisht ishte befasues ky përfitim, pra ishte shumë i ulët se sa një shtet anëtar. Plani i rritjes i Ballkanit Perëndimor kërkoi pikërisht këtë, që të gjitha ato vende të cilat nuk janë ende anëtare të Bashkimit Evropian, po janë në rrugën për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian, të përfitonin nga ky fond i veçantë, fondi i planit të rritjes së Bashkimit Evropian, që siç e përmendet ju është një fond me vlerë të shtuar, rreth 6 miliard euro, 2 nga të cilat janë grante dhe 4 të tjera janë sigurisht kredi me kosta shumë të ulët për sa i përket këtyre vendeve, dhe është pikërisht ky arsye që shtetet anëtare dhe shtetet kandidate të Ballkanit Perëndimor kanë nxituar tani që të kenë gati projektet e tyre me qëllim që të përfitojnë nga këto fonde. Shqipëria ka përfituar dhe është duke përfituar një pjesë konsiderueshme, dhe këtu kam parasysh fondet që lidhen veçanërisht me korridoret e jashtëzakonshme që ka Shqipëria, qoftë korridoret rrugore, ato që lidhen me infrastrukturën, pra detare e korridore e kështu me radhë, deri tek korridoret e energjisë, të cilat sigurisht janë pjesë e vëmendjes së Bashkimit Evropian. Në planin e rritjes Bashkimit Evropian ne do të kemi shumë shpejt edhe zhvillime të reja dhe të ardhurat tashmë, financimet tashmë janë të gatshme nga Bashkimi Evropian, mbetet vetëm një angazhim i plot, sikundër po ndodh, me të gjitha ato institucione të cilat janë pjesë e këtij plani të rritjes dhe për të cilin ju e dini që ka edhe një strategji të përcaktuar shumë mirë nga qeveria shqiptare me qëllim që të përfitohet sa më shumë nga ky dokument. 922 milion tashmë janë të miratuara. Dje dhe pardje kemi patur prapë 2 apo 3 hyrje të reja në buxhetin e shtetit që vinë pikërisht nga planet e Bashkimit Evropian që lidhen pikërisht me planin e rritjes. Në këtë kuadër mund themi që bizneset, një aktor i rëndësishëm, janë gati për të shkuar drejt tregut Bashkimit Evropian, ka ende punë për të bërë? Jo, këtu unë kam rezervat e mia, sepse integrimi në Bashkimin Evropian kërkon plotësimin e disa standardeve. Nëse kemi standardet plotësuara në shumë fushat të ekonomisë, të biznesit dhe të shoqërisë shqiptare, të pjesa e sipërmarrjes kemi nevojë ende që të përcaktojmë disa rrugë të mundshme. Unë kam trajtuar këtë çështje një nga emisionet e mia te sheshi dollarit dhe me thënë të drejtën, biznesi ende ka nevojë, ende duhet të asimilojë, të përfitojë nga trajnimet e ndryshme që vijnë, nga rritja e konkurrueshmërisë, nga rritja e produktivitetit, sepse në momentin që Shqipëria bëhet antar i Bashkimit Evropian, ka një problem tjetër, një problem shumë të madh. Sepse kompanitë e ndryshme europiane vinë në Shqipëri dhe konkurrojnë denjësisht me produktet dhe me shërbimet e tyre, të cilat në dijenin time do kenë çmime dhe më të ulta se sa produktet shqiptare, do kenë inovacionin si tip të parë, si tipologji të parë, për të cilin autoritetet shqiptare, veçanërisht bizneset dhe përfaqësuesit e tyre, duhet që tani të këmbgulin dhe të përfitojnë jo vetëm nga projektet e Bashkimit Evropian, po sidomos nga mënyra dhe teknika që përdorin bizneset në vendet e ndryshme të Europës për të rritur produktivitetin, për të rritur konkurrueshmërinë. Në një vend në të cilin shtetet e ndryshme konkurrojnë pa bariera, sikundër janë shtetet e Bashkimit Evropian, do jetë e vështirë që të përshtatesh në mënyrë të menjëhershme. Pra duhet filluar qysh tani që të arrish të kapësh ato standarde që kanë të gjitha sipërmarrjet në vendet e po them Ballkanit Perëndimor dhe të Europës, me qëllim që ne të jemi të nesërmen e ditës që do të jemi antarë të Bashkimit Evropian, konkurrues me të gjitha produktet dhe shërbimet që afrojmë. Është një rrugë e gjatë dhe është një rrugë e vështirë. Unë kam përmendur gjithmonë që bizneset duhet fillojnë që tani, pas një vonesë, edhe pse janë me vonesë, që të performojnë në mënyrë të tillë që të jenë konkurruese nesër kur ata të jenë shtete, kur Shqipëria të jetë shtet antar i Bashkimit Evropian dhe bizneset të jenë biznese një lloj si ato të Bashkimit Evropian. Bardhi, të falenderoj shumë, sigurisht ne së bashku do të kemi mundësi që të ndjekim gjitha zhvillimet që vijnë nga Europa në drejtim të Shqipërisë dhe në aspektin ekonomik. Faleminderit Genta dhe unë falenderoj për aktivitetin tënd.
Ndërkohë, ne shikues nderuar, kemi ardhur në fund të Money Report edhe për sot. Ju vijoni të qëndroni në ABC News, pas pak do t'jeni me kolegen Habi Hoxha për ndjekur edhe pjesën e dytë me zhvillimet që vinë nga ky samit i rëndësishëm që mbahet sot në Tiranë.